Unë besoj tek rindi që jep shanse vetes me vajzat të tjera, më konkretisht ka siguruar një nga bukuroshet më të mëdha që ne kemi në këtë studio, Dasinën. Shumë shpejt ja vuri syrin rindi, shumë shpejt hodhi karremin, dhe siguroi takimin e tij të parë jashtë studios me Dasinën, sepse rindi është kavalier, rindi është zotëri, rindi di të trajtoj një vajzë, rindi është aq i papërpunuar sa mua më fikson. Do ta shikoni tani se çfarë ndodh vërtet nëse ti del në takim me rindin. Do ketë marrë ndonjë Tesla. Erdha. Prindi! Ku jeti? Më gjete pa përgatit. Wow. Si erdhe ka shpejti? Se kishim në orar. Po tani s'ka gjë dhe po je pa përgatitur. Po ishte të pace disa punë. Pse jo? Patjetër. Puna është kënaqësi me nda me një person. Po qenë ke lodhur, djersa. Jo, po poja disa pastrime këtu te bashkja. Kena një javë që ka qenë koha jo e mirë, me ardhen tënde më duket se kënd ndryshoi gjithë Saugu. Faleminderit. Të vlerësoj shumë. Faleminderit shumë. Kam bërë një gati që të më edhe paqja, kjo ndjesia. Paga shumë, po jo në këtë orar. Shumë bukur. Mua gjithsesi më pëlqen, më dha një ndjesi shumë të bukur, që kisha kohë që po, me vërtet më pëlqen shumë që kisha kohë që nuk e ndjeja. Si shtëpia private. Mund ta akomodohesh ku do t'ulesh? Ja, po ulem këtu. Okej. Faleminderit. Duhet i qik gjentilesë. Ishte gjë shumë e bukur e veçantë, ndryshe nga ditët e tjera. Po je shumë i harmonik, i dashur, i pritshëm, Shumë i dashur në përgjithësi për të gjithë, jo vetëm për femra, por për gjithë. Pëlqen. Realisht isha ndier pak siklet aty në emision për pjesën që u përfol ndaj meje. Më shumë të ana fes, unë nuk e shes kur fen time, pavarësisht se njerëzit kanë kap disa momente te gota e alkoolit, ku unë e kam bërë shumë të qartë, alkooli është pa birra është pa alkool. Ato e kam bërë si kanë dësh, edhe kjo më ka mërzit pak te pjesa ime personale, edhe familja normal, shoqëria më shumë. Tani, çfarë të bëre ty të më zgjedhësh mua? Për mua është kënaqësi e vërtet të jem në takim me ty. Faleminderit. Me thënë drejtën, në pak ju kam njohur pak më shumë gjithë të ditëlindjakesit, më vërtet që u mblodhem aty që gjithë dhe ishe i pari që fole me mua, u afrove, po, i afruar me thënë drejtën edhe ishe... Mendova se jo në ndonjë organizatore e eventit. Se dia dhe më thonë s'kisha shumë informacion për pjesën hyrjen tënde. Po. Kur e mora vesh pastaj tu afrova. Si u ndjeve kur e more vesh? E vend dyshim ti si u ndjeva? Po nuk e vend dyshim, po kur e gjej nga ty është pak më ndryshe. U gëzova shumë se nuk është se po kisha ndonjë për momentin po prisja hyrje të reja me domosdo. Edhe ngela i habit kur të pash. Faleminderit. Një vajzë kaq e lezetshme, kaq e bukur, kaq e sjellshme. Kultura është mbi të gjitha gjëra kryesore për një person. Asnjëra nga vajzat, mos gaboj ti ke bërë edhe një takim... Vetëm një takim kam bërë, me Katerinën më saktë. Asnjëra, po prisje me SSB në ardhjen time. Po prisja një hyrje të re më saktë. Po, që isha unë? Me ty ngela i shtangur. Me Katerinën nuk funksionoi. Ajo i merrte për keq gjërat, unë nxitonte me muhabetet, unë se kam ofenduar në asnjë moment. Gjithsesi ajo bëri se kur nuk kishe interes ndaj meje, ndërkohë që unë nuk kisha ndaj asaj, po s'ka rëndësi kjo pjesë. Pyetja ime, kurreshtja nga që të kam parë që e ke bërë takimin dhe ndaj të pyeta, por gjithsesi unë dua shumë të di për ty. Unë realisht atë takim e kam bërë të dukem pak, të dali pak mirë për veten time.
domethënë pavarësisht se u përfol punat çmimeve, tani është shumë e qartë që me një makinë me qira mund ta morësh pavarësisht çmimit. Unë nuk u kurseva në asnjë gjë. Po e kuptoj, Pavarësisht se u përfol shumë, edhe the pjesa mus më ka pëlqyer pjesa më është më tepër me Aulonën. Më fal Aulona që të përmend. Ajo më ka thënë një fjalë mashtrues. Aty s'm ka zonë gjumi gjithë natën, është vetëm një fjalë që se duhet ta vrasësh. Jo, është një fjalë shumë e rëndë për mua, më thosh mashtrues, ku unë nuk. Po mirë. Jam njëri i thjesht, i dashur, i respektuar për të gjithë. Unë jam i keq ku më preket autoriteti im, edhe më cënohet e drejta ime, ku më komentojnë për keq aty bëhem shumë agresiv, gjaknxet si e thon, po pavarësisht se tani jena personazh publik. Më kam mësuar dhe familja, kur je personazh publik i ke këto komente, këto gjëra, duhet mësohesh me jetën publike tashmë. Këtë doja të thoja, absolutisht, që pritëm të gjëra. Jam munduar t'i marr me qetësi tani tutje. Shumë mirë. Njeriu bën dhe gabime, nuk është askush perfekt. Dasina, lutem, më prit 2 sekonda sa të marr diçka për të kam përgatitur diçka të vogël. Okej. Ardhen tënde këtë gjëra tradicionale tironse. Aha, sa mirë, faleminderit, mos do të ndihmoj. Jo, s'ka gjë, i kam bërë gati, vetëm prit, mos e mërzit me këtë. Okej. Ti bëra kështu gjërat momentit. Sa mirë. Faleminderit. Oj të ndjerë si në shtëpinë tënde. Në të kukëzharit i ka bërë mami, do më thonë si çdo familje që rritet me tradita, me brez pas brezi. Edhe rinë aty si që majnë veçmas për njerëzit, për mysafirët më saktë. Si ishte Kesi? Dasina të falë zoti me atë gotë në rakit. E nderove Rindi dhe Saugun. Të gjithë Traditat shqiptare pra, gotën ma sollën përpara, do e respektoja traditën, do e qoja deri në fund. Mendoj që e qova deri në fund si zonja të gotën e rakis, më saktë si një burnesh. Mirë, tani do t'i besojmë pak orës biologjike të këtij programe, prandaj duhet më dëgjoni mua dhe të mos lini atë takim t'ju drejtoj, sepse një nga deklaratat e Rindit që ne na mundoj më shumë si produksion, por po ashtu edhe Rindi e ka mbartur si barr prej një kohe relativisht të gjatë deri tashmë, dhe ka qenë një nga motivet që unë mendoj se Rindin e ka çuar deri diku drejt agresivitetit, drejt disa komenteve që edhe ai vetë nuk është krenar për veten në studio, qoftë apo edhe në rrjetet sociale, sepse është indikuar nga rrethana në këtë program. Rindi i thot Dasinës që Aulona e ka quajtur mashtrues dhe për këtë arsye ai nuk ka vënë gjumë në sy gjithë natën. Do më kuptoj, sepse Rindi është djalë parimor, është djalë me shumë vlera dhe e kuptoj që mashtruesi nuk e përfaqëson. Nuk e di Aulona nëse ti e ke ndjer? Tjetër që e kam ndjer se u bë gati një muaj që me Rindin, ndryshe nga konkurrentët e tjerë me cilët përshëndetemi, shkëmbejmë në një mendim në backstage, me Rindin nuk kemi marrëdhënie. Po? Pra po Kam kuptuar që ai më mban një lloj qëndrimi, herën e parë ma ka thënë 2-3 herë. Të përgëzoj shumë. Që ka fal më ka thënë që ti më ka thënë mashtrues si fillim dhe okay. Kjo ka krijuar një ngërç me sa duket mes ju të dyve? Po, absolutisht. Që ka krijuar nga ana e Rindit, sepse unë këtu jam për të dhënë mendimet e mia, fjala mashtrues ishte në lidhje me situatën, pra që u paraqit sikur kishte një makinë të tillë dhe nuk ishte. Kaq, unë Rindin nuk e njoh për te emisionit dhe nuk kam si ta di, është mashtrues, është i sinqert, e drejtë. Rindi? Jo, po thoya që fjala mashtrues për mua ishte shumë e rëndë. Unë gjithsesi unë e kam respektuar gjithmonë Aulonën dhe mbas asaj fjale e kam përshëndetur. Me sa duket nuk është dukur kështu Rindi. Nuk e di se është parte e Aulona. E kam përshëndetur gjithmonë me shumë me ngërdheshje, le të themi. Jo. Rindi, më thuaj pak, çfarë do thotë nuk më ka zënë gjumi gjithë natën? Si e ke përjetuar ti komedin e Aulonës? Me peshë të madhe patjetër se përputhen nga vizibilitet shumë të lartë edhe njerëzit. Ka shumë ndikim të një person. Kur unë njifem që para mashtroj njëri, fare. Nuk të përfaqëson, pra. S'ka shans. Edhe ku ma thotë shu, para një Shqipërie, si e thonë, pavarësisht edhe komentet nxituan, bëra veprime edhe jashtë kësajt,
pavarësisht me Aulonën s'ka më si gjo, jo që ka me mu personale, ka mendimin e vetë me e thonë këtu në studio, unë e respektoj, po thjesht ja shpjegoj që unë s'jam ai. Mirë, këtë Një arsye që nuk jam mashtrues Aulona, të lutem, një arsye që nuk jam mashtrues është pjesa që unë kam shkuar me një makinë të shtrenjtë, po si kam thënë vajzës që është makina ime. E qartë. Kjo është shumë, domethënë se për mua. Njësoj rindi ti je shqetësuar edhe nga komentet në rrjet për sa i takon të besimit tënd fetar, më konkretisht takimin që ke patur me Katerinën, kur ju të dy kishit dy gota relativisht të mëdha birrash në tavolinë, por ishin pa alkool. Megjithatë, kjo ka shkaktuar rrëmuj të madhe në rrjet dhe ti nuk e ke përjetuar mirë. Normal, unë nuk e shes kur fen, siç e thash edhe në klip, nuk e shes. As vetë nuk shitem kur, unë jam real, si që jam. Plus që atë gotë bire që unë e kam pas në tavolinë, unë se kam provu fare. Sa për një dolli kështu, se unë se pi as pa alkool nuk e pi fare. Si t'ka bërë të ndihesh? Normal që... Je i keq kuptuar, mund ta themi këtë. Keq kuptuar gjithmonë se kanë kap fragmentin e gotës birës, edhe unë kam thënë që po falem 10 minuta. Jo, flas në përgjithësi, rindi ti je njeri i keq kuptuar në këtë program. Për pjesën e kësajt po, nam fetare, po gjithë mu m'jofim ke feja... Megjithatë unë gëzohem për faktin... Unë e bëj se ndjej, nuk e bëj për sytë publikut. Po, unë gëzohem rindi për faktin që ti je i vetëdijshëm tashmë dhe familja jote ka bërë një bisedë me ty. Ti e di që tashmë je personazh publik edhe duhet përshtatesh edhe me komente që nuk do të pëlqejnë, edhe me njerëz që nuk janë gjithmonë anën tënde, edhe me deklarata të pavërteta, siç ti thua për këtë të Aulonës. Tani, rindi, unë e di, unë të njoh dhe unë besoj tek ty. Ne kemi vendosur të shkojmë deri në fund çështjes së Rindit dhe të Aulonës. Po ashtu, gjithë keq kuptimeve që Rindi ndez në rrjet ditë pas dite, pas çdo deklarate që bën në program. Kush është më i besuar se sa autoriteti më i lartë i besueshmërisë me ne në studio sot, kryeplaku i Saukut, Ibrahim Brahja. Zoti Ibrahim, ju lutem. Mirë se ju gjetëm. Mirë se ju gjetëm. Kënaqësi shumë e madhe. Gjithashtu. Eja, mund vini këtu. Aulona Musta, e pandeura. Si jeni? Mirë. Dhe zoti Lart Vasile. Si jeni? Si jeni? Si e kalon gjithashtu? Faleminderit. Faleminderit shumë që ke ardhur. Është kënaqësi shumë e madhe. A mund të thras bërhim apo? Braçe, Ibrahim, si të doni ju, nuk ka problem. Se mund thanë që sa u ka thrasin bërhim. Braçe. Patron? Braçe, e një Rindin, ë? Patjetër. Patron. Rindin... Më thuaj diçka, kush është Rindi? Rindin, ja ku e kam, është një njeri jashtëzakonshëm, pa probleme për komunitetin e Saukut, e kemi njeri shumë të mirë, është njeri i thjeshtë, i komunikueshëm me shokët, me njerëzit, dhe gjithë Sauku ka respekt për Rindi. Ka respekt për Rindi. A që në nevojshme, Braçe, që të bësh një ndërmjetësim në jetën e vërtet mes Rindit dhe palëve të tjera? Patjetër. Po? Patjetër. Në cilat raste? Po në rastet kur Rindi në debate, në shene? Në debate kur ka keq kuptime. Kur ka keq kuptime, atëherë njeriu mund të futet për të... Unë jam shumë e lumtur që ne ju kemi në studio, sepse e para, unë nuk e di cili është kryeplaku i lagjes time, dhe tani që unë e di që është një autoritet kaq i lartë, tek i cili unë mund të drejtohem për gjithçka, publikisht duhet më trokas në derë kryeplaku i zonës time dhe të më thotë, hey Megi, mua më ke këtu për gjithçka. Dhe është privilegj i madh për Saukun që ju ka ju që jeni kaq i dedikuar. Faleminderit. Zoti Ibrahim Brahja, kryeplaku i Saukut, në zonën e tij, me komunitetin e tij, me familjen e tij, se besoj është familja jote e madhe. Po, e mrekullueshme. Ne do ta shohim në studio sot. Ka dhe emrin e shkollës, Ibrahim Brahja. Në Sauk vjetër. Po, është e vërtet. Jeni dishepull i Ibrahim Brahjas? Është Xhajaj. Xhaja. Shumë e bukur, ke trashëguar emrin. Patjetër.
Të lutem, Gjulio, kalite në studio, zoti Ibrahim, juftoj të uleni aty krah Rindit, që është edhe njeriu juaj më i afërt, për cilin keni ardhur sot, t'i thoni 2 fjalë Aulona Mustës, që publikisht e ka quajtur mashtrues. Aulona, Zoti Braçe, Rindi. Aulona, Po mirë, falë. Jo, oke, patjetër që më ulem, po ta kësha thirrë dhe unë kur e plakun tim. Se kjo më duket pak e pa drejtë, me thënë drejtën. Aulona, do ta thirrësh kur ti ta akuzoj ty për një fjalë që ti si e. Kjo është, okej, në rregull, me gjithë respektin se përderisa e kërkon emisione,